إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na zgjati jetën dhe na mundsoi të përjetojmë këtë ditët më të mira të dunjas. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na lehtëson dhe të na inspiron që të përjetojmë këtë ditë në formën më të mirë siç Allahu Azza wa Jall është I kënaqur. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me ditën më të urryer të shejtanit. Siç kanë ardhur hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe treguam në hutbën e kaluar se kja është një dhjeç I fundit, shanca e fundit të besimtarit që të rregullon raportet me Allahun Azza wa Jall. Bujaria Allahut Azza wa Jall shpaloset si zakonisht në fund të sezonave. Dhe kjo është sezona e fundit e vitit të Hijri, ku Allahu Azza wa Jall këtë muaj e ka konsideru muaj I shenjtë, I muaj I bekuar. Allahu Azza wa Jall e përmend Kurani Kerim se tek Allahu Azza wa Jall janë 12 muaj prej ditën kur Allahu krijoi tokën dhe qiellin. Allahu Azza wa Jall mesin e këtyre 12 muajve Allahu Azza wa Jall I bekoi 4 muaj. Muaj Dhul Qa'da, muaj Dhul Hijja, muaj Muharram, këto janë 3 muaj të një pas njëshme që Allahu Azza wa Jall një ndër urësit pse I bekoj këto muaj është që të krijet haxhi, vizita e Ka'bës dhe haxhiler të kthehen në vend lindjen e tyre të sigurt. Dhe në mesin e vitit të Hijri Allahu Azza wa Jall muajin e 4 e bekoj Allahu muajin e Rajab që njerëzit të kryen umrën të vizitojnë Ka'bën. Për ato Omer ibn Khattabi nuk e preferon të se në muajt e haxhit të kryet umra, nga se thonë të nëse kryet umra dhe haxhi në këto muaj atër ngel Ka'bja pa vizitor. Po ne falenderojmë Allahun Azza wa Jall që në çdo muaj kemi vizitor në këtë vend të bekuar. Lehtë të ndershëm, muaji Dhul Hijja është muaji mes 2 muajve të shenjtë. E Allahu Azza wa Jall I shenjtëroi këto 10 ditë të parë. Ku Allahu Azza wa Jall për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam zmadhoi. Allahu Azza wa Jall shumë fishoi vepra që I krijen ato në këto ditë. Pra transmeton Ibn Abbasi që thonë të pejgamberi Allahut, s'ka ditë që Allahu Azza wa Jall e pëlqen më tepër që të krijen vepra dhe shumë fishon shpërblimet se sa në këto ditë. Vepra në këto ditë vëllezër të ndershëm barazohet me xhihadin në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Për atë kur u pyet pejgamberi Allahut se s'ka vepër që ja të I kalon veprave që krijen gjatë këtyre 10 ditëve, than asnjë vepër, tha pejgamberi Allahut, vetëm një vepër. Ai që del nga shtëpia vet, me trupin e vet, me mallin e vet, me pasurinë e vet, del në xhihad në rrugën e Allahut dhe nuk kthehet as me pasuri dhe as me nefs.
Pra paramendo se veprat në këto ditë se sa janë të shenjta dhe të stërmadhuara tek Allahu Azza wa Jall. Dhe në këto 10 ditë si shtreguam në idbën e kaluar të ku Allahu Azza wa Jall bisedoi direkt me Allahun Azza wa Jall. Dhe thua në këto 10 ditë janë Ibrahimi a.s. që e rindërton Ka'bën dhe në ditën e Kurban Bajramit e përfundon Ibrahimi a.s. Ka'bën dhe ditën e Kurban Bajramit dhe ledhët të ndërshëm, apo ditën e Arafatit që thuat se Ademi a.s. ka zbrit prej xhenetit dhe ditën e Arafatit një ditë para ditës e Kurban Bajramit, Allahu Azza wa Jall ka morë beslidhjen nga gjithë mbar njerëzit dhe në ditën e gjykimit që ja kanë dhonë besatimin Allahut Azza wa Jall se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin, pra e kanë shqiptu shahadetin për këtë arsye dhe sekreti është se vepra ma e mirë që mund të krijet ditën e Arafatit është shqiptimi i shahadetit. Dhe njerëz nuk dalin në Arafat vetëm për të ri beslidhjen që ja kanë dhënë Allahut Azza wa Jall, besatimin që Allahu Azza wa Jall e mor në këtë vend si transmeton Ibn Abbasi, dhe Allahu Azza wa Jall e sprovoi Ibrahimin a.s. me sprovat më të mëdha si për faqen e tokës, dhe nuk ka shkojt historia që një njeri ka sakrifiku për Allahun Azza wa Jall ma shumë se sa Ibrahimi a.s. Kora kon gjengje që ta ban Kurban gjalin e vetë, dhe kjo ka ndodh pikërisht ditën e 10 të Dhul-Hijjes, ditën e Kurban Bajramit. Pra lejo të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall e din se ke është umet që jeton në shkurt, dhe Allahu Azza wa Jall e ka ditë se ku veti jonë, forcat e jo tona trupore janë të dobta. Për këtë arsye ko pas kohë Allahu Azza wa Jall ban sezona që Allahu i shumë fishon veprat, pra thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne jeni ummeti mëram që kemi ardhe mirë, po jemi po ummet që i paraprim gjithë popujve në ditën e Kiametit. Ne jemi një ummet, thonë të pejgamberi Allahu, që veprojmë pak mirë, po shpërblemo shumë. A dini përse shpërblemo shumë? Për çka se Allahu Azza wa Jall ka bo ditë të bekuara për ummetin e pejgamberit Allahut, para transmeton Ebu Uthman Nahdiu, i cili thonte se të parton u kujdeshin në veçanti gjatë vitit ndaj 30-qeve. Ato se lishonin këto 30 që t'ju te i kalojnë pagaruan pa edhon maksimalin që pëse dolin këto 30 që vleo të ndërshëm e ipshin maksimalin si që transmeton Ebu Uthman Nahdiu, dhe ditët e para të muajt Muharram ku ne e njohmi dhe ditën e 9, dita e Ashurës, ku Allahu Azza wa Jall e shpëtoi Musajn a.s. nga zullumi Firaunit, dhe që në fundit të Ramazanit o përpiqen maksimalisht që të japin maksimalin që posedonin në ibadet. Dhe që në parë të Dhul-Hijjes që ne jemi në ato ditë, Allahun Azza wa Jall e lusmi që Allahut na jape forcë dhe vullnet që ne të jemi aktiv në këtë ditë, nga se transmetohet nga Ibn Abbasi në kontekste ku Allahu Azza wa Jall i përmend muajt e shenjtë. Allahu thot fala tadhlimu fihinna anfusakum, mos i bani padrejtësi në këtë ditë në veçanti vetes tuaj. Thonte Ibn Abbasi si ka mundësi njeriu i ban zullum vetës ati, tha mos i bani zullum që Allahut Azza wa Jall mi bar tak, mos i ban zullum vetës tone me makate, dhe mos i ban zullum vetës tone me neglizhime ndaj krirjeve të ibadetit. Pa do leo të ndërshëm dita me urrejtur tek shejtani është dita Arafatit. Pa transmeton Imam Malik, i cili thot se nuk është pa shejtani ma i përbuazër, ma i nënçmuar, ma i zvogluar, ma i zemëruar, ma i natosur se sa ditën e Arafatit. A dini përse shejtani e urren ditën më së shumti ditën e Arafatit? Nga se përpjekjet mundi shejtanit asgjësohet, zhduket
mundi dhe orvaqet e shejtanit dhe mashtrimet dhe manipulimet e shejtanit dështojnë ditën Arafatit, nga se Allahu Azza wa Jall i falë robët e vetë, si transmeton Imam Muslimi sahihun e tij nga Aisha radiallahu anha, e cila thot se Allahu Azza wa Jall nuk ka ditë që liron qafa nga zjarmi i xhenemit më shumë se sa ditën Arafatit. Dhe transmetohet me një transmetim se Allahu Azza wa Jall mburret me robët e vet mesin e melekëve, dhe Allahu Azza wa Jall i drejtohet ditën Arafatit melekëve dhe i thot: çka kanë dash këto njerëz që kanë dalë në këtë vend të lodhur, të raskapitur, përse kanë ardhur në këtë vend të qëndrojnë një pjesë të ditës? Dhe melekët i përgjigjen: ja Rab, të shpresojnë mëshirën tënde dhe faljen tënde. Allahu Azza wa Jall mburret pranë melekëve në këtë ditën Arafatit me robët e tij. Thot Ibn Abdul Barre: a ka mundësi që Allahu të mburret me gjunaqar? Asesi për ata, thot Ibn Abdul Barre, se në ditën Arafatit Allahu Azza wa Jall i fal të gjithë robët e tij, ata që qëndrojnë në Arafat dhe ata që nuk qëndrojnë në Arafat. Dhe shpresohet se në ditën Arafatit është e vetma ditë ku Allahu Azza wa Jall ka mundësi që t'i fal edhe gjunahet e vogla dhe gjunahet e mëdhaja, nga se nuk i takon Allahut Azza wa Jall të mburret me mëkatarët, me gjunaqarët, pra nuk ka ditë që fal Allahu Azza wa Jall më shumë se sa ditën Arafat. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall për ata të cilët nuk janë hax e ka preferuar se dita Arafatit të agjërohen. Dhe transmeton Ebu Katade, i cili thot se agjerimi ditës Arafatit që si vjet i vend dita e njëjtë, ditën ku ngritën veprat tek Allahu Azza wa Jall, me datën 5 qershor atë ditë Arafatit, ku ata të cilët nuk janë në Arafat dhe nuk janë haxhiler, preferohet që këtë ditë të agjerojnë. Sa është sevapi agjerimit të kësaj dite? Ne treguam dhe hitbën e kaluar, shpërblimi i agjerimit të ditës Arafatit, çdo minutë që agjeron e fal gjunohe që ke bon një muaj. Çdo minutë që agjerohet falën gjunohet e një muaj. Ka se thot pejgamberi Allahu se agjerimi ditës Arafatit i shlien gabimet e 2 viteve, ndërsa agjerimi ditës Ashurës e fal gabimet e 1 viti. Dhe dietarët e hadithit kanë thonë përse ditën e Ashurës falen vetëm 1 vit gjunat, ndërsa në ditën Arafatit falen gjunat e 2 viteve. Janë përgjigj dhe kanë thonë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka pozitë më të madhe tek Allahu Azza wa Jall se Musai, nga se dita Ashurës a për shkak shpëtimit të Musait, pra suneti Musait që ka rrinë që t'i shlien 1 vit, ndërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka vlerë tek Allahu Azza wa Jall difish sa ka Musai. Për këtë arsye Allahu, për këtë sekret dhe për këtë hikmet dhe këtë arsye Allahu Azza wa Jall e bani që ata që agjerojnë ditën Arafatit, që Allahu Azza wa Jall t'ia shlien gabimet atyre që i kanë bon gjatë 2 viteve, dhe treguam se si shlien Allahu Azza wa Jall vitin e arshëm, që nëse bon një matematik, një llogari dëmëtor, nëse i agjeron vëllai dashur musliman, Allahu Azza wa Jall na del neve matematika se për çdo minut ne që i agjerojmë Allahu Azza wa Jall, për çdo minut Allahu Azza wa Jall e shlien gabimin e 1 dite, agjerimi 1 ore a që i shlien 60 ditë 2 muaj, pra kështu na del matematika. Kjo është mirësi Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall nuk e ka dhëruar këtë vetëm ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shejtani është më i përbozur, nga se ai u pat betu për Allahut Azza wa Jall, kur Allahu e dëboi nga rahmeti vet, i u përbetu Allahut dhe i tha pasha madhrim tonë o Zot, tha
do të përpiqna përderisa shpirtat i kanë të rupat e tyre, do të përpiqna që të gjithë ti me njanoj, ti lajthiti nga rruga e xhennetit, nga rruga ite. A dini çfarë ju përgjigj Allahu Azza wa Jall në këtë hadith që transmetohet? Allahu Azza wa Jall ju përgjigj shejtanit, tha pasha madhrin time dhe lavdrin time, tha se unë kam i fal ato përderisa ato kërkojnë falje. Për ata vëllezër të ndershëm, ditën Arafatit, dita ku lutet Allahu Azza wa Jall, ku bën kërkesat e njeriut pan Zotit vet. Para thonte pejgamberi Allahu se lutja më e mira, lutja e ditës Arafatit, lutja që ndëgjohet te Allahu Azza wa Jall më së shumti an ditën Arafatit. Derisa Katadën kur e pyetën dhe i thanë çfarë mendon për agjerimin e ditës Arafatit, tha agjerimi ditës Arafatit preferohet me hadith të pejgamberit Allahut me një kusht. A din çfarë kushti? Thonte Katadë, thonte nëse agjerimi nuk e dobëson këtë njeri nga kërkesa dhe duaja. Pra si pas Katadët, lutja dhe duaja më e preferuar ditën Arafatit se agjerimi. Për çka se lutja e pranuar tek Allahu Azza wa Jall ditën Arafatit. Allahu Azza wa Jall i pranon kërkesat e njeriu ditën Arafatit, cili prej ne nuk kemi nevojë, ne nuk kemi kërkesa që t'ja paraqesim Allahut Azza wa Jall. Nëse don me ditë se kur an çastet që Allahu Azza wa Jall i ndëgjon lutjet e tua, janë ditën Arafatit, në veçanti pas dreke deri perëndimit të diellit. Në listën tonë paraqitja kërkesat e tua. Allahu Azza wa Jall ka premtuar se Allahu Azza wa Jall të ndëgjon. Allahu kërkesat e tua i merr parasysh. Allahu Azza wa Jall ditën Arafatit të përgjigjet për të gjithë kërkesat që ja paraqet Zotit tanë. Për ata mos i trokit dirë të qerëve, trokiti dirë të Zotit, dirë të cilat trokitën dita më e mirë që trokitën dirë të Allahut Azza wa Jall janë ditën e Arafatit. Allahu Azza wa Jall më së shumti ndëgjon. Para thonte pejgamberi Allahut se lutjet më të mira janë lutjet e ditës Arafatit. Çfarë ke për gabëditi, çfarë lutje, çfarë liste ke për ditën Arafatit? Çfarë kërkesa ke për ditën Arafatit, kurse ne jena ata të shkret të cilët vuajnë prej shumë sende, na mungojnë shumë sende, kemi në strese të shumta. Mirë po ditë Arafatit është pra ne që Allahu Azza wa Jall të të robim, paraqiti kërkesat e tua, nga se unë jam ai i cili zbres në pjesën e fundit të natës. Mirë po shumica nga ju gjatë vitit të gjithë janë në gjumë dhe nuk kanë kërkesa, nuk ja kanë paraqit Allahu Azza wa Jall asnjë kërkesë. Ja pra Allahu po na mundson dhe ditën që ne t'ja paraqesmi kërkesat tona Zotit ton, të kërkojmë falje prej Zotit ton, nga se nëse Allahu Azza wa Jall na fal, janë që zhduket edhe avullohet të retët manipulimet e shejtanit që i ka bon gjatë tërë vit. E ku mos më pa shejtani zvogluar dhe i zhdukur ditën Arafatit. Një vit që ka përdu shejtani me ti zhduket për një ditë. Për ata ma i natosër shejtani am dhe ma i zemëruar ditën Arafatit. Një motë unë ponova me këta, e mashtrova dhe manipulova ditë Arafatit që ki njeri diti me shfridzu dhe mi a shduki mua veprat e mija. Apo val, ka njerë që ende nuk dojnë që të prishen me shejtanin. Nëse dojnë që të mirë sharmik shejtanin dhe t'i shkëput shmardhënjet me shejtanin, vëllezër të ndërsëm, e kemi shansën e fundit të vitit, ku Allahu Azza wa Jall na jep ditën Arafatit. Para thonte Ibn Hajar al-Asqalani, kanë ra ulemat në ujdi të gjithë djetarët se dita më e madhe vitit është dita Kurban Bajramit, e dita që vijon a dita Arafatit, ndërsa Ibn Hazmi thonte nuk ka ditë më të çmuar, më madhore tek Allahu Azza wa Jall se dita Arafatit. Dita më e madhe e vitit është dita Arafatit, për shkak se Allahu Azza wa Jall zbret rahmetin e vet
Për shkak se Allahu Azza wa Jall vjen bujarinë e vet, o ti që ke mungesë në riskin tanë, pse nuk i trokit dirët e ditën e Arafatit, dirët e Zotit tanë bujar. O ti që i vuan nga smujet e lloj-llojshme, përse nuk ja paraqet kërkesën Zotit tanë ditën e Arafatit, që keni probleme me familjar, përse nuk ja përgjigni kërkesat Allahut Azza wa Jall. Kurse thua se Allahu Azza wa Jall zbret në qiellin e dunjas, zbresin dhe me lekët ditën e Arafatit, dhe Allahu Azza wa Jall i thotë robëve, a keni diçka që ju duan që t'ju përgjigja? A keni do një kërkesë që unë që përmbushi kërkesën tuaj? A do një diçka që unë jam në gjendje që ju përgjigjem juve? Kush ka mundësi të përgjigjet përveç se Zoti tanë, kush ka mundësi që brenga dhe të lashe dhe mërzit t'i largon përveç se Zoti jot, kush ka mundësi që të përgjigjet kërkesave tua, dëshirave tua përveç se Zoti tanë, ja pra ditë Arafatit po të roket në dirë tona, para ta kujdesu ditën Arafatit, mos e qo poshtë, as një minutë mos e humbë para qitja kërkesat Zotit tanë. Allahu është në gjendje të përgjigjet kërkesave tua. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na inspiron me dua dhe lutje ditën Arafatit në atë formë dhe në atë mënyrë siç Allahu Azza wa Jall dëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall që ne të përjetojmë këtë ditë në formën më të mirë, dhe të Allahu të i lehtësojë dhe të mundësojë që të agjerojmë këtë ditë me shpresë që Allahu Azza wa Jall të na i fal gabimet e mëdha dhe të vogla që i kemi bërë gjatë vitit të kaluar, dhe nëse sipozohet që i bëjmë vitin e ardhshëm. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Vëllezër të ndershëm, ditën e Arafatit preferohet njeriu që ta përmend Allahun Azza wa Jall shumë. Edhe pse këto ditë janë ditët e përmendjes Allahut. Ditën ko dilte Ebu Abdullah ibn Omeri dhe Ebu Hurajra në treg dhe ja kujton të tregtarëve ta përmenin Allahun Azza wa Jall. Nga se si transmeton Ibn Abasi, dhe këtë ndëgjoj me vëmendje, Ibn Abasi thot se shejtani ulet gujza mbi zemrën e birit të Ademit. Pra shejtani gjunjëzohet mbi zemrën e birit të Ademit, nëse ai e përmen Allahun hik shejtani dhe zhduket, nëse ai angaflet dhe nuk e përmen Allahun Azza wa Jall, shejtani aqe mbizotëron zemrën e vet. A kuptove vllai dashur musliman se prekana vin streset dhe depresionet, streset dhe depresionet të cilët i përjetojmë në gjokset tona. Nuk ka të lashe mjekësore, mirë po të lashe shpirtërore. Nga se thonë të Ibn Taymija, dhikri përmenja e Allahut për zemrën ashtë si kur uji për peshkun. Përmenja Allahun Azza wa Jall për zemrën ashtë si kur uji për peshkun. Tha peshkun nëse nxerr prej ujit çka ndodh, pra peshkun ngordh, pra zemra jote gjithashtu vdes nëse nuk e përmen Allahun Azza wa Jall. Pra atë Allahu ka thonë Kurani Kerim, ata të cilët nuk e përmenin Allahun Azza wa Jall, në atyre ja bëjmë një shoqëri, një mik të ngushtë të tyre, shejtanin që ja ngushton zemrat e tyre. Dhe shumë njerëz kanë panik se do të marrë sulm zemër, a nuk e din se kjo është keq a rezultat i mos përmenjes Allahut Azza wa Jall. Ai e ka ilaçin dinin e vet, e ka ilaçin Kur'anin e vet. A nuk thonë të pejgamberi Allahut, o ju njerëz, mos i shëndroni shtëpit tuaja në vorreza, në atë shtëpi që lexohet suratul Baqara, shejtani dëbohet, largohet, nuk qëndron në atë shtëpi. A nuk thonë të pejgamberi Allahut se kur shkojsh në shtëpi, nëse ban bismillah, dhe nëse kur të hajsh ushqim, kur të uxhën sofër në tryezë thua bismillah, shejtani dëbon ato të cilët e ngjekin ata dhe i thojnë keni me të thonë të pa konang dhe pa ushqim. A nëse nuk e përmen Allahun Azza wa Jall, hin në shtëpinë tonë pa e përmen Allahun Azza wa Jall, ja nis me ngron pa e përmen Allah,
tha sonte keni gjetë konak dhe sonte jeni me një sofër, me një trijes të majme. Para ta në shvitëzon e rastin, e kuptum pse ne nuk kena mundësi që të adopsojmë shejtanin, nga se vlellë të ndërshëm gjatë të në vitin ma shumë, ata e kemi ushqese barkun ton, për këtë arsye a i ka morë kuvet, ndaj nesh edhe nuk na le që ne ta ndjek mi rrugën e Allahut. Rruga e shejtanit është e lehtë, mirë po rruga e Allahut është e rëndë për ato zemra të cilët, për ato gjuhë dhe zemra që nuk e përmenin Allahun Azza wa Jall. E ditën Arafatit ka tregu pejgamberi Allahut, në përgjithësi kanë ardhur hadithet pejgamberit Allahut, dhe ndëgjon e këtë hadith që e transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij me një zinxhir të mirë, thot ai i cili thot subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Këto fjalë janë që e dëbojnë munafiqllëkun, hipokrizin nga zemra e besimtarit, sikur uji që menjanon dytërsinë nga petko. Pra ka mundësi njeriu ta lënë petkon e vet pa ujë, çka ka mundësi njeriu të çallëron zemrën e vet dhe ta dëbon munafiqllëkun nga zemra vet. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, këto janë fjalë të preferuar në veçanti këto ditë, që ti thojmë mëngjes dhe mbrëmje çdo kohë. Para thonte Ibn Abasi, nuk di që Allahu Azza wa Jall ka bon, nuk di që Allahu Azza wa Jall ka obligu do një farz, vetëm Allahu e ka kufizu. Allahu Azza wa Jall ka tregu formën se si me bon, dhe ka arsjetu atë që nuk e ban, përveç se një lloj ibadetit. Allahu as nuk e ka kufizu, e as nuk e ka përcaktu, e as nuk e ka arsjetu. Atë që neglizhon, aja është përmenja Allah. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Ato që e përmenin Allah në kom, ullër dhe shtrim. I vetëmi ibadet që thonë të Ibn Qayyim, i vetëmi ibadet që vazhdojnë dhe pas vdekjes në xhennetin e Allahut, a dhikri përmenja Allahut. A dini pse këtë lloj ibadetit e kalon Allahu dhe në xhennet, edhe pse në xhennet nuk ka ibadet, as nuk ka lodhje, as raskapitje, as nuk ka obligime. Mirë po ka në hadithin që e transmeton Imam Xhabiri, dhe këtë hadith e ka nxjerr Imam Muslimi sahihun e tij, kur e pyetën pejgamberin e Allahut se banorët e xhennetit a hajnë, a pinë, a dëfrohen? Tha po, hajnë dhe pinë dhe dëfrohen, mirë pa ato nuk urinojnë dhe nuk ka tualet apo WC në xhennetin Allah. Tha ja Rasulullah, si ka mundësi njëri të hanë dhe të pinë, e pastaj mos të ketë, ku ka mundësi që të shkarkohet nga ngrënia dhe pirja? Tha pejgamberi Allahut, hanë dhe pinë dhe dëfrohen, mirë pa ato shkarkohen nga ushqimi tyre me goksim. Goksimi tyre është ma e këndshme era se era e parfimit, apo ka orë me transmetim se gjersiten me anë të gjersave del një lloj misko që nuk e ka nuhat as njëherë në jetën e vetë. Para do leho të ndërshëm thonë të Malik ibn Dinar, si janë kënaqën ato që dojnë mo kënaqë për vetë se me përmenjen Allah. E thot pejgamberi Allahu se ditën e Arafatit, apo në mënyrë të përgjithshme, dhikrin më të mirë që e kam bon unë dhe pejgamberët e mëparë, 124.000 pejgamber, njerëz të përzgjedhur, njerëz më të ditur, njerëz dashamir të Allahut. A ke dëshirë me çfarë kanë jetu ditën Arafatit, apo në mënyrë të përgjithshme gjatë jetës vetë, mirë po në veçanti ditën Arafatit, a e kanë bon këtë dhikër? Për këtë arsye ato që nuk din mu lut ditën Arafat, ato që nuk din me bon doa ditën Arafat, çka të bojnë ato? Le të bojnë dhikër. Cili a dhikri ma i preferuar ditën Arafatit? Dëgjoni me vëmendje, që do të shpjegoj çka do me thonë ke hadithi pejgamberit Allahut, ku pejgamberi Allahut the se duaja me emina, duaja ditës Arafatit, e pastaj vazhdoi pejgamberi Allahut në të njëjtën hadith dhe tha fjalën më të mirë që e kam thonë unë dhe pejgamberët e mëparshëm, la ilaha illallah
Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fjala shahadetit, a fjala më e mirë që thuat ditën Arafatit. Dhe kur e pyetën Sufjan ibn Uyejnën dhe i thanë: ja Sufjan, po thot pejgamberi Allahu se di doja më e mirë, doja ditën Arafatit, a fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tha nuk është dua, çish mund me qenë kjo fjalë dua? Ndëgjoni çka tha Sufjan ibn Uyejna. Tha i cili në ditën Arafatit është i preokupuar me këtë fjalë, Allahu ka me plotsu dëshirat të cilët sikur më ju pas lut Zotit vet për ata që din mu lut dhe për ata që s'din. Nga se ka orë me një transmetim se thot ai që preokupohet duke më përmen mua, do t'ja jap atë që dëshiron që din me lip dhe atë që dëshiron që s'din me lip. Para ata ato që s'din me lip, le ta thojnë shahadetin, nga se shahadeti vëllezër të ndershëm, a fjala më e mirë që e ka thonë të gjithë pejgamberët. Shahadeti është fjala më e rëndë që peshon mas shumë tin kandarin Allah. Transmetohet me një hadith që Nuhi a.s. duke vdek, e merr gjalin e vet e ul pranë vete dhe i thot: o biri jem, po t'i lot di porosi, njëna prej këtire porosive mos e le shahadetin pa e shqiptu, thue vazhdimisht la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A din sa peshon? Tha o biri jem, tha toka dhe qiella me amen menu me një anë të peshorës dhe menu me këtë fjalën tjetrën anë të peshorës, kjo peshon ma shumë se toka dhe qielli. La ilaha illallah, la ilaha illallah peshon tek Allahu azza wa jall ma shumë se toka dhe qielli. Pra thonë të Enes ibn Malik që ka thonë pejgamberi Allahut se nuk bëhet kiameti derisa në tokë thuat Allah, Allah, me një transmetim derisa thuat la ilaha illallah. E kuptove kush e ma tokën dhe qelën fjala la ilaha illallah. Pra thonë të pejgamberi Allah se qelë si xhenetit është fjala la ilaha illallah. Dhe transmetohet në hadith të vërtet ku pejgamberi Allah e pyet Ubej ibn Ka'bin: ti e din kush është Ubej ibn Ka'bi? Ubej ibn Ka'bi a që Allahu i ka thënë selam, lexuesi më i mirë i Kur'anit Kerimit. Ubej ibn Ka'bin e pyet pejgamberi Allah dhe thot: ja Ubej, cili është ajeti më i madh në Kur'anin Kerim? Ubej përgjigjet pejgamberit Allah dhe thot: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ajetul Kursi. Thot pejgamberi Allahu jam shon shpinë dhe thot: plumtja e Bamundher, nga e diti Ubej ibn Ka'bi, nga se shahadeti është në këtë ajet. A e kuptove pse ajetul Kursi është ajeti më i madh në Kur'an? Nga se fjala la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pra thonë të pejgamberi Allahu, ma i lumë të nditër e kiametit me ndërmjetësimin tim është ai i cili e thot këtë fjalë nga thellësia e zemrës, të buron nga zemra jo nga moja e gjuhës, derisa ka në ajetet Kur'ani Kerim që thot Allahu azza wa jall: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Gjastet e fundit Allahu azza wa jall i përforcon ato që e kanë fjalën e fortë. Komentatorët e Kur'anit Kerimit thotë çka do të thonë fjalë e fortë, ka thonë fjala la ilaha illallah. Pra thonë te pejgamberi Allahut ai që vdes me këtë fjalë, me fjalën la ilaha illallah në xhennet, dhe thonë te pejgamberi Allahut ai që thotë mëngjes 100 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Meri këto e dije, këto dhurata, këto thesara që ka Allahu azza wa jall ja ka dhonën, ja ka dhuru të gjithë ata që e shqiptojnë 100 herë mëngjes, nëse s'mun 100 herë s'paku 10 herë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse thue 100 herë e kesh përblimin sa mi liru dhe të robë. Ne e shofmi gazën ku fmitën fmita gjithë dhe gratë. Allahu azza wa jall ju hakmar qifutëve të cilët
e shpalosën ato fitirën e vërtet. Dhe unë shpresoj që këto ditë inshallah shumë shpejt Allahu Azza wa Jall do të realizon premtimin e vetë, dhe unë jam optimist ma shumë këta ditë se kur. Po me gjitha ta, më të dhonë rasti vëlledhë të ndërshëm, mi shpëtuan gratë dhe fëmijët, a i kishe shpëtu? Nanë fëmijë për një ditë ja gjegën doktoreshës, nanë fëmijë për një ditë digjen, ko i vinë të shkromon në spital, këto njerëz e emancipimit e liris, këto njerëz që pretendojnë se ne jenë ata që duhet me udhëjt botën, ato që na shesin prallat e drejtësisë dhe drejtat njerëzore, pra vëllezër të ndërshëm kejt bota po e shef mjerimin që po ndodh, mirë po më të dhonë rasti me shpëtu, a kishe hezitu mos mi shpëtu, pra nëse s'ke mundësia që me shku, Allahu ta ka mundësu, që në mëngjes të thuash la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tha e ka shpërblimin si kur 10 fëmijë të Gazës me i pas shpëtu. Dhe qëkëruan 100 dhe qëkëruan tije 100 sevape, qlien 100 makate, dhe jenë në mbrojtjen e Allahut prej mëngjesit dhe në mbrëmje. Nëse thue mbrëmje, je i fortifikuar prej shejtanit deri mëngjes. Pra kushan që i ka bon zullum, as kush të ka bo zullum, ne jena zullum qarë që e kena bo vetës tonë. Pra do lejo të ndërshëm shqitëzoni këto ditë të bekuara, që Allahu Azza wa Jall asha i cili e ka bekua dhe këtë ditë, kur në këtë ditë fillon gjithashtu përmendja Allahut Azza wa Jall e veçantë, dhe me këta pe përfundoj se këto ditë preferohet çdo gjendje me përmend Allahun, me thonë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mos e nal këtë dhikr, mirë po në veçanti ditën Arafatit mas namazit të sabahut, siç transmeton Abdullah ibn Mesudi, kjo vlen vetëm ato që falen me xhamat. Këto vlen vetëm ato që e falin farzin me xhamat. E nëse e fal farzin shtëpinë tonë apo vetë, nuk vlen ky lloj dhikr. Dhikri që sunet dhe anon në këtë mendim Imam Ahmed ibn Hanbali, Ishaku dhe disa dietar të hadithit, që ku tim selam me thonë Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Thuat pas çdo namazi prej ditën e Arafatit mas mëngjesit deri ditën e 4 të Kurban Bajramit pas ikindijës. Abdullah ibn Mesudi tha ki sunet është për ata që e falin farzin, e jo mas namazit nafile. Pos namazit farz nëse falës me xhamat. Pra nëse falës vetë nuk hapi sunetit pejgamberit Allahut. Pra ditën e Arafatit Allahu Azza wa Jall ja ka bashkangjit dhe një lloj dhikr në veçanti që thuhet mas çdo selamit. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na i ban gjuhët tona të njoma me përmendjen e Allahut, në veçanti me shahadetin, kja shahadeti që ne him me ta në Islam, kja shahadeti që kema dëshirë të dalmi prej kësaj dunjaje, dhe shahadeti a qelë si gjennetit, që Allahu Azza wa Jall i ka prehuan të gjitha ta që nuk e kanë shqiptuan apo kanë hezitu, që ta shqiptojnë këtë shahadet, që të jetojnë me këtë shahadet, që të nërshrohat këti shahadeti dhe të veprojnë me ta. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të në dëshuron këtë fjalë, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.